kanë fut lekë të ty e zion total. Jetë unë për vetën. Si? Për veten e vet 500 veta, do të kishe marrë më shumë po. Lek t'i fusin për vete, regjistrimet e tjetër pjesë, o kozak. O t'lak, ke 12.000 në Telegram, normalër. 12.000, pra, po ka të thujti 12.000, jo 500. Këto, a ju jep mrap, qofë se prishet grupi, ose e dje, o vlla, si prishet grupi? Kush prishet? Ti munesh me vazhdu edhe vejet, o plak. Munesh me vazhdu edhe vejetër. Na kena një përparsi, që kena një djalë, që ka dituri dhe durim. Dhe kena 460 vet, 400 e sa vet, mundi me fol. A është gjë ilegale? Ilegale. Nëse më vllaj, kliko linkun shtu në profil, posto doli në profil, e ke më mirë shtu, si ju dalë më mirë, edhe shko kontrolloj a është ilegale. A është legale. Pse po më pyet mu? Pse po më pyet mu? Unë thom legale, se është interesi jam. Nështë edhe së është Alex, vis poshtë visha, 236.000 follow, këto e ke, tapet direkt, edhe hyrë, bë follow, hyrë këtu, ban follow në Telegram, kur të bësh follow shtu si të vinë shtu, ta pranojnë, kontakto me supportin, e shtyp shtu, edhe shkruj me supportin, hape, edhe meri këtë dhonat e shko futin internet, më s'fut lek. Po të pisi rob, o Alex, mos u përgjisi arrogant, do gjej di, më fal. Vlla, po këtu ke lollë robësh që shajnë, ofendojnë, s'kem piramidale. Po nëse është s'kem piramidale kjo vllai, si munësh të dalish, jam kryesori. Po merrte xhia, po ti s'kem piramidale. O kozak, jam unë kryesori, nuk është punëtori. Nuk jam unë punëtori, edhe kozaku është bosi. Unë jam ai që i marrë mshaf njerëz. Unë jam ai që përgjigjem deri në fund. Jo sukur ato që sukur këto kozak. Am lejon ta qesigje. Po qitë më qatë dushme. Qitë qatë dushme dhe. Nuk jam unë si këto, për shembull mu kap. Shani se e di se shumë interesa ju prishen. Shani se shumë interesa do ju prishen. Shani se keni njerëz në punë sa